Një raport i fundit i autoriteteve italiane në lidhje me çështjen e bashkëpunimit me Shqipërinë për luftën ndaj krimit të organizuar në Shqipëri ngre alarmin e transferimit të burgosurve shqiptar nga Italia në vendin tonë. Italia ka një numër dramatik të burgosurisht të dënuar shqiptar, më shumë se 12.000 persona, shifër kjo që zë vendin e dytë të listës së përgjithshme. Pasi kampion janë marokenët, të cilët përveç se janë një popullsi më e madhe rreth 40 milion, kanë emigruar shumë herët se ne në Itali. Por numri i burgosurve nga Maroku nuk është më shumë se 1.000 persona nga 13.000. Gjendja e mbi popullimit të burgjeve italiane me shqiptar përveç problemit të vështirësisë për menaxhim ka hapur edhe një çështje në lidhje me hetimet penale. Pasi shumica dërmuese të dënuarve apo të paraburgosurve shqiptar janë për krime që kanë të bëjnë me krimin e organizuar, kryesisht trafik narkotikësh në funksion të grupeve të strukturuara mafioze. Problemi kyç është vijimi i veprimtarisë së këtyre të burgosurve edhe nga burgu për të vijuar aktivitetin kriminal. Ideja e autoriteteve qeveritare italiane, kryesisht e Ministrisë së Drejtësisë, ka qenë që në qendrat e gjadrit të transferohen një pjesë të burgosurve problematik. Por një raport i antimafias italiane ka bërë të ditur se nuk ka një besueshmëri se kjo gjendje e ndryshme e baronëve shqiptar të krimit do të ulë aktivitetin e tyre për të drejtuar nga Shelia. Duke analizuar situatën, ata theksojnë se fillimisht 4 vite më parë autoritetet shqiptare kanë rritur shpresën me implementimin e 41 bis shqiptar. Pra me krijimin e kushteve në Sheli që baronët e mafias të ndalohet lidhja dhe veprimi me bashkëpunëtorët e tyre jashtë. Por siç thuhet në raport, implementimi i 41 bis ka dështuar totalisht, pasi asnjë prej të dënuarve për krim të organizuar që janë vendosur në nënburgim të rrep, është edhe më i lirë se më parë për të ushtruar aktivitetin kriminal. Autoritetet italiane të hetimit të krimit të organizuar theksojnë se edhe agjencitë rëndësishme të Europës, por edhe SBA, nuk këshillojnë transferimin e të burgosurve në Shqipëri. Edhe eksperimenti britanik, që ishte më shumë politik i përkrahur nga konservatorët për të transferuar të burgosurit në Shqipëri, ka dështuar, si pasojë e fuqisë financiare të baronëve të krimit që me anë të avokatëve të tyre të bëjnë betejë në sistem për të qëndruar në Britaninë e Madhe. Një nga prokurorët më të njohur në luftën ndaj mafios në Itali, Nicola Gratteri, i cili është marrë kryesisht me ndrangheta në Kalabreze, thekson se mafia shqiptare është një aset kontraktual i kalabrezëve në shpërndarjen e kokainës nga Amerika Latine në Europë, duke i dhënë kështu kësaj armate të madhe që ka 13.000 të dënuar vetëm në Itali. Një fuqi të madhe për të investuar sasitë marramëndse të parave, si edhe për të ruajtur pushtetin e tyre në territor. Gratteri i moshon ides se grupet mafioze shqiptare, si të gjithë grupet kriminale botërore, ndihen më të sigurt në territorin e tyre, ku përveç se ruhen më mirë, njohin njerëzit dhe zhvillojnë biznese ku qarkullojnë paranë kriminale dhe krijojnë një mjedis që ruan pushtetin, qoftë në politik, qoftë në tregun mediatik, qoftë në shoqëri. Regjimi 41 bis pati sukses në Itali, pasi bllokoi bosët e Cosa Nostra siciliane, Camoras napoletane apo edhe ndrangheta kalabreze, që të vijojnë aktivitetin e tyre nga Qelia. Kjo uli ndjeshëm aktivitetin agresiv të këtyre organizatave në territor, duke ulur dhunën e krijuar shpresë tek njerëzit që kishin frikë nga krimi. Kurse në rastin e Shqipërisë, regjimi 41 bis konsiderohet një dështim jo i ndodhur për shkaqe praktike, por sepse ai deri tani ka mbetur vetëm në letër. Këto raporte mësohet se kanë ardhur në Shqipëri, por edhe dërguar në Bruksel, ku pikërisht për çështjen e kalimit të Ibar, qeveria e Edi Ramos do të ndëshkohet për hipokrizi në lidhje me sjelljen ndaj krimit të organizuar.